Bishnica, e vendosur mes malesh në lartësinë 1840 metër mbi nivelin e detit, mes bimësisë dhe gjelbërimit, një nga fshatrat më piktoresë të Mokrës së Poshtme, me ujë të bollshëm që rrjedh nga malet e që furnizojnë shumë fshatrat e tjerë të Mokrës. Kjo perlë turistike e Pogradecit ka një histori të veçantë, e cila tregon më së miri zhvillimin, rënjen dhe tashmëri ngritjen e saj. Në këtë emision do të tregojmë Bishnicën, qytetën që u zhvillua në komunizëm, por që u shkretua në demokraci. Fshati i cili ka të gjitha mundësitë që të zhvillohet edhe më shumë, por këtë herë jo në prodhim për punim druri, por në turizëm malor. Fshati Bishnicë është i vendosur në Mokrën e Poshtme në kufi me Gramshin, nën këmbët e Gurit të Zi, ose siç e quajnë banorët, Maja e Gjemthit, dhe si një kuror fantastike, ka në krye 2 liqenet akullnajor të Lukovës. Sipas studiuesve, toponimi Bishnicë vjen nga fjala Bosko, që do të thotë pyll. Ndërkohë, sipas vendasve, emri vjen nga fjala vendi i bishave. Në fillimet e tij, fshati ka pasur rreth 150 familje, të cilat pothuajse kanë qenë të izoluar në këtë zonë, pasi nuk kishte rrugë automobilistike. Lëvizja bëhej vetëm me këmbë ose me kafshë samari. Përpara çlirimit në Bishnicë funksiononin 2 sharra me ujë, të cilat më pas shërbyen si baza për ngritjen e stabilishmentit të sharrave e më vonë qytetës së Bishnicës. Inxhinierët pyjor e dinin se zona kishte pyje mjaft të pasura, me të cilat mund të furnizohej popullsia e Pogradecit dhe Korçës, dhe qeveria atëhershme vendosi që aty të ngrehej një sharr, e cila do të bënte prodhim lëndë të parë dhe furnizim të popullsisë me druzjarri. Në 3 gusht të vitit 1948 hapet sharra e Bishnicës. Aty do të punonin inxhinier pyjesh kryesisht nga zona e Mokrës, si fillim. Në sharr do të punësoheshin në muajt e parë të saj diku tek 100 persona. Më pas, rritja e sasisë së prodhimit dhe përpunimit, shtrirja e hartës së furnizimit me lëndë drusore, do të bënte që numri i punëtorëve të rritej vazhdimisht, duke marrë punëtorë edhe nga zonat të tjera të Mokrës. Hapja e sharrës ose e stabilishmentit të sharrave konsiderohet e dyta më e madhja pas fusharzit. Ajo do të bënte që edhe qeveria të ndërtonte rrugën deri në Bishnicë. Kishte repartë që shfrytëzoi trupa, shtylla, dru me radhë. Edhe me këto furnizojmë kombinatin e drurit në Elbasan. Edhe përpunim druri për adres. Kishte punëtor rreth e qark. Shpella quhet, po kishte edhe punëtor të ardhur si puna ime dhe si puna ati. Pyet Bishnica i kishte shumë të mirë, po më tepër peshë të madhe e mbante talla dhe ujë të ftohtë. Nga krahu i veriut nuk kishte pyll. Nga krahu i lindjes dhe perëndim dhe jugut kishte pyll të mirë shumë. Dhe funksioni i saj ishte për furnizimin me material drusor për nevojat e vendit. Qoftë për druzjarrit, shtylla miniere, trupa sharre, trupa komensate, degvoz dhe drumletër. Të gjitha asortimentet prodhoshin aty. Fillimisht është prodhuar me krah. Është prodhuar vetëm në pjesën e lugut të dhive dhe nxirrshin me krah deri në një sharr uji. Çashin derrasën e sharr uji dhe çoshin gjerë të urës labinjës me kafshë. Me kalimin e kohës, hyri u bë rruga, hyri mekanizmat, edhe u hapë dhe zhvilluan degëzime, u hapë rruga për në Tall, për në Ftohtë, lart për në Lukovë, Gjenerodhi, Grip edhe Lukovë. Të gjatë këta sektorët drejtoheshin nga Bishnica. Krahas drejtorisë së sharrave, në Bishnicë ishte drejtoria e pyjeve. Se mbas shfrytëzimit të pyjeve, ndërhyn të ndërmarrje pyjore për përmirësimin e këtyre parcelave. Bënin pastrimet, bënin aty ku ishte nevojë edhe për pyllëzime. Bishnica ishte një vetë nderi në shkallë rrethi, në fondin e saj pyjor, po edhe në shkallë kombëtare. Ishin nga ekonomitë më të përmendur edhe më të mira, që është kjo është çmuar jo vetëm nga ne si specialistë rrethit, po edhe nga specialistë e dikasterit për kacë. Vetëm si Bishnicë, nga gjithë fondi pyjor që ka Pogradeci për 28.000 hektarë, 4.400 hektarë ka vetëm sektori pyjor Bishnicë, me pyje au dhe bredhi. Dhe lënda e kësaj ka furnizuar jo vetëm Pogradecin, por ka furnizuar edhe ekonominë shkallkombëtare, ka furnizuar kombinatet e drurit të Elbasanit, së bashku me pyjet e Stravajt edhe të Gramshit apo edhe të Elbasanit.
Ka qenë me njësit shumë të madhe, nëse këtu nuk ka pasur rrugë, auto, dhe shteti i dha rëndësi që hapi rrugën nga rruga kombëtare e Prensit e që shpuli rrugën në Bishnicë për të vënë në eficiencë për në shfrytëzim këtë ekonomi, këtë material drejtësor që do të bënte rreth Pagadecit edhe rrethit të shkallës publike. Jo vetëm për lëndë, po edhe për Druzjar. Në Druzjar është furnizuar rrethi Korçës, është furnizuar rrethi Durrësit, rrethi Tiranës, në lëndjekse. Pra ishte një ekonomi me shumë rëndësi në shkallë kombëtare, jo vetëm për rreth Pagadecit. Ku që mund të shohë shumë bukur që sot pjesa është përballë Bishnicës e pluzuar me pish, është pluzuar në vitet 73-74 nga ndërmarrjet pyjore, se ka që pjesë degraduar ajo. Fuqia lëndore që kishin këto 3 ekonomi plus, ish kufizojmë edhe me rrethën e Gramshit me 3 sektor të tjerë, Griba, Lukova dhe Rodhja, kishte fuqi të madhe lëndore. Si e lëndës ishte e mirë, ishte edhe au që është e Bishnicës, edhe i tallës u ftohtë është quhet au i bardhë, është shumë i lëndë e mirë për përpunim. Bredhi i tallës është i cilësisë lartë, se kryesisht ajo zonë mbulohet nga au, por edhe bredh dhe pak arnenës e robët që thonë. Fillimisht ka arritur me pak punëtor, si tregojnë ka patur 2-3 brigade dhe para që shfrytëzoheshin në fillim në Bishnicë, dhe ka arritur deri në 360 punëtor ka arritur sektori i Bishnicës. 6 sektor që punojnë. Vetëm në Sharr, plus ka patur edhe Pjoria brigadat e veta, ka patur në FP-ja punonësit e vet, ka patur Rruga Ura punonësit e vet. Banje trupat. Që nga ku i merrni dhe ku i çonin? Unë punoja në çdo sektor, gjithë qapanja dinja. Më çoni. Se ishte edhe qapanja me neve që thotë ky. Ai përzet. Qapanja, ujë ftohtë, Rodhja, Griba, Talla, që janë këto Lukova. Është shfrytëzuar në mënyrë të shkëlqyer, të ndjekur kuptohet edhe nga personeli pyjor, se personeli pyjor aty përbeshe nga 3 specialistë të mesëm pyjesh dhe 1 specialist i lartë. Edhe kur këtë ishpë, unë përmendim emrin aty ka qenë përgjithë sektori në Imoçja, inxhinieri e parë Pagadecit. Pastaj bëriti Daud Kroje, unë dhe gjyqinari edhe shokët tjerë Beqesheri e Meral. Dhe ne e damkosmin këtë lëndë, që ja vini sipas kodave të planit të qeverisë, e damkosmin, ja vini në situacion Sharra dhe ata e shfrytëzonin ama ndikjeshe nga ne për një shfrytëzim racionale për të mos u dëmtuar edhe për të siguruar filizëria. Aq me kompetencë shfrytëzuar, sa dhe kjo duket nga sigurimi i filizërisë së re për të ardhshme të brezave të ardhshëm, se objektivi është që të marrësh të lëndë, se ta ka dhe natyra, të avesh situacion të ekonomisë, po njëkohësisht të sigurosh brezat e ardhshme që ta kenë brezat e ardhshëm. Ky është objektivi numër 1 i specialistëve të pyjeve dhe të sharrave. Ekonomia më moderne që ka Republikë është rreth e Pagadecit, me sigurimin 95% të filizërisë. Pra është ideale. Materiali drejtësor që është trupet e Sharrës kombësate që është në Elbasan, trupet e Sharrës si legatin e Pagadecit, prodhoshe drurë zjarrit për Pagadec Korç, për fushat e druve për qytetin, furnizoshe me shtulla miniere për minierat, degvozë, drulete që shkojnë për Lezhë. Bishnica ishte e dyta gati në Shqipëri, pas fushatës. Po të llogojt 54 që 90-ën, në ata jashin. Me rënë sistemit, shfrytëzimet kaluan privat pastaj, jo me anë se shfrytëzoheshin nga shteti, nga vetë ndërmarrja e shfrytëzimit, u shkrin ndërmarrja e shfrytëzimit, edhe nga se që damkoshin nga ndërmarrja pyjore, hidhshin në ankant dhe merrshin nga subjektet privat. Ngjirse materiale ndërsa ngjirse me traktor, kishte teleferik, që nga se ku damkoshe ndërmarrja pyjore damkoste materiale ndërsa. Dhe ishte vetëm ai material ndërsa që damkoshe nga ndërmarrja pyjore. Grumbulloshin brenda ngasës, grumbulloshin në pikë grumbullimi, aty montoshte teleferiku, nga rruga Auto deri në pikë grumbullimi. Aty nga pikë grumbullimi të nxirrte në rrugën Auto në skelë, nxirrte material në teleferik. Teleferikun në Sokoj? Kush e ndërtoi teleferikun në Sokoj? Teleferikun në rrugën e ka ndërtuar Xhevdet Bego dhe Zenelika. Kërkesa gjithmonë në rritje për lëndë rusore dhe rritja e numrit të punëtorëve në këtë sektor do të sillte edhe të tjera të mira për Bishnicën. U ndërtua një spital, i cili kishte edhe maternitet dhe realizonte operacione apo lindje, u hap shkolla, u ngrit kinemaja, menca, u vendos dentisti dhe qendra kulturore. Bishnica nuk ishte më një fshat, por një qytet e vogël ku numri i familjeve arrinte në mbi 400. Kishte mbrëmje muzikore, shfaqje filmash, estrada e të tjerë.
Filloi të zhvillohej jeta kulturore dhe mbrëmjet e vallëzimit. Banorët tregojnë se nuk kishte fshat tjetër si Bishnica, aq e zhvilluar, aq me bollok dhe aq e bukur. Jo vetëm kaq, por Bishnica ka pasur edhe ekipin e vet të skiatorëve, ekipi i cili është ngritur nga mësuesi Gjergji Marko. Ekipi që kishte në përbërje meshkuj dhe femra, ka marrë pjesë në disa kampionate, në Korç, në Voskopoj, në Shishtavec dhe në Razëm të Shkodrës. Stërvitjen, ekipi realizonte po në Bishnicë, në skipistën e asaj kohe. Arriti vetëm hapja e ekonomisë bjore dhe në shfrytëzim, arriti që këtë bëhet një qytet e kompletuar. Po kur them me tërmend me plot kuptim flas qytet e kompletuar në çdo drejtim. Që nga jetesa punëtorëve, su morën shumë punëtorë. Kurse pasaj përvonë, qa kushte kryuan, jo dhe para këtë drujt u zënsuan u Prishtinë, edhe u bënë me godina me tulla në tërtimi. Banesa 4 kace, 5 kace. Pra vetëm nivel jetesës, që u ju suguru aty njerëzve, plus më së aty u kryuan, u hapën menca, u hapën oficinat, u hapën shkolla, se u popullua dhe u hapën shkolla, u hapën farmacia, u hapën spitali, u hapën dentisti. Pra u bë një qytet e kompletuar me dyqane, me mapo, me hotel, arriti u krya dhe hotel. Restoranti i ri, u bë kinoklubi i ri aty. U bën 3 pallatet 4 kaçe, u bëshin nga në Shënaja pastaj. Që vendoseshin familje që vendoseshin familje punojnë në pyll. Mori një zhvillim të madh, se plus edhe këta që vijnë, kanë punuar 4 parqe në Bishnicë. Mbaj mendon që ishte i vogël punonte parku i Tiranës me Zista, parku i Korçës fillimisht. Pastaj filloi Pogadesi edhe parku i Librazhit i Panesit. Nuk mungonte asgjë. Aktivitete kishte, po thosë Bishnica gjatë kohës së Bearit vizitoshte po thosë nga gjitha shkollat e mesme të rrethit Pogadesit. Plus edhe të Brezit. Dilnin në liçen të Lukovës, bëjnë mbrëmje në kinoklubi. Bishnica ka patur edhe përfaqësonte edhe Pogadesin në skuadrën e skive. Përfaqësonte në Kuq në atë ka arritur gjë në vendin e dytë, ka marrë 82-83 në Shishtavec të Kukësit. Po ku stërviteshin sportistët e skive? Në Bishnicë. Kishte pistë? Po, ishte pista në Livadi Mengshi, lartë të gjerë poshtë stërvitshëm. Ka që dhe një mësues i stërviti një Gjergji Marko, që e mbaj mend. Në Bishnicë vinin për Elbasani, rrinë gjithë kohës të Bearit, ne mbaj mend ishin të vegjël, vinin po thosë se son tash turist, vinin në atë kohë Elbasani, rrinë me muaj aty. Na çojnë në fëmijë të vegjël, u mbi lyshrydhje. Bishnica këtu ka patur popullsi të madhe shumë. Banorët vinin që nga fshatrat dhe punonin në sharrë, prodhoshe shumë. Ku shkonin? Shkonin në Elbasan në kombinat, ande shkonin në Librazh. Ka ardhur Dilqa Qani aty te spitali, ka patur popullsi shumë të madhe. Ka bërë një miting Dilqa Qani dhe tha që do shtrohet rruga me asfalt që atyre. Që atëherë? Furnizim të rregullt ka pasur. Bëheshin në mbrëmje festive? Po si pa. Ka qenë kendi kuq qush atëherë në atë kohë. Ose vatë kulturë se kendi kuq u bën vonë. Kinoklubi u bën më poshtë, pastaj u bën më vonë. Mas 70-s. Pra njerëzit që punonin këtu? Punonin këtu e kështu. Argëtoheshin. Argëtoheshin. Shkolla u bën në vitin 1969 që shkolla këtu. Sa nxënës ka pasur atëherë? 250 nxënës. Fshati më i mirë në zonën e Mokrës ka qenë këtu. Kurse sot 0. Uji ka, Pun ka, pyje çdo ka. gjë është bukuria më e madhe. Ke marrë pjesë në një mbrëmje vallëzimi atëherë çfarë bën? Una, po, një herë thua, po ko gjën sot ata mbrëmje të vallëzim. Por gjithmonë ka një shkëlqim dhe rënje. Edhe pse komunizmi kishte shumë të këqija, ngritja e ndërmarrjeve të tilla që ndikonin në zhvillimin e fshatrave ishte një anë e cila sot vlerësohet. Me rënien e sistemit monist, ra edhe qyteza e Bishnicës. Të gjithë u turrën të marrin diçka në stabilimentin e sharrave, e vodhën, e plaçkitën dhe e shkatruan. Më pas, fshati filloi të braktisej masivisht. Nga 400 familje, sot hemoragjia demografike në fshat ka bërë që aty të mbeten vetëm 28 deri 30 familje. Po thuajse aq sa ishin kur Bishnica nuk kishte marrë ende zhvillimin e saj për të konvertuar në një qytet. Pra lullëzoj një qytet e mirë fillt,
e mrefiut. Edhe u abandonua sot, për të veç të nuk e kua bukë. S'ka është i dyqanë që të hysh të ashin buka që është shfarë. Vetë atë pak që kanë ngelur, jetojnë vetë dhe u shkretua. Me prishjen e sharrës, a ndodhi që Bishnica të braktise pastaj nga njerëzit dhe të humbiste atë shkëlqimin e vet? Normalisht ra shkëlqimi ishte njerëz që më të organizuar punëshën, pastaj filloi privatët se kush mirë nga asat e vete për shuzim, mirë nga 3-4 punëtorë. Me pak fjalë, u mbyll sharra, U mbyll sharra, u mbyll spitali, po. u mbyllën këto qendrat argëtime që ishin Komplet u çasishin. mbyllën të U tërë. mbyllën fermat bujqësore, pra mbaroi çdo gjë. Mbaroi çdo gjë. Rrugës kishte më. Sot vati Bishnica, prish gjene, ja. Nga papunësia. Nga papunësia po vjen që po iki. Bishnica ka qenë 400 familje. Sot janë 40. Pjesa tjetër kanë ikur Për jetë më mirë. po pse këtu ka ujë apo jo? Ujë ka, Pun ka, pyje çdo ka. gjë është bukuria më e madhe. Kanë ikur me rastin e demokracisë ikën u shpërnda. Po kanë ikur edhe linje ka shumë pak. Po s'ka të rinë kanë ikur. Kanë ikur, martohu ik me familja. Unë kam qenë 4 vete, unë kam ngelur këtu. Nuk ka mundësi t'i Nga 4 vëllezër vetëm ti. vetëm unë. Ke ngelur sepse s'ke mundësi tikësh apo? S'ka mundësi, Po ta kishe? Do ikje. do i përse këtu s'punë s'ka. Me çfarë merresh? Po që më shpi milion, kam pension tani. Mbar kthe familje që kanë ikur, vin mbar vin Vin, punojnë. vin për behar. Vin rrin 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj. I kanë shtëpi. Po, bosh, e ke parasysh. A duhet t'ja rikthejmë shkëlqimin e Bishticës? Jo duhet, po jemi të vonuar, bile. Se i kthej shkëlqimi prapase. Aty ke një vetëm gana turistike, ke liqenjët e Lukomës, liqenjët e mrekullueshëm shkallë kombëtare, konkurrojnë si me liqenjët e Lurës. Po ka edhe krapshim ata, si në komshi. Po ty ke malet me kullotat e Guritopit, kullotat e Valamarës, Gjenti, janë 3 ekonomitë kullosore. Aty janë mbi 1000 hektarë, 1800 hektarë kullota, që kullosin mira krerë bagëti. Vinin nga nebe e Belqit, nga nebe e Belqit të Elbasanit dhe e Firit, që jeton nga gjithë sezonëve dhe gjithë kjo prodhim qumshi ktheshin gjallë për gjallë për popullatën e Përgadecit. Do të jetë shëndetshëm. Shko atje. Pra, shë çfarë zgjerimi kishte, çfarë aktiviteti sa gjallerie, dhe çfarë pyesh. Sot pyet, ta përmendti që janë dëmtuar, e pranojmë, po që edhe janë ri për të ri. Edhe perspektivën e kanë. Po të punohet që me kujdeset, me vullnet, që të mbrahet në mirë, mos ja lëmë atë në atestatës atë. Ta kalojmë në atestatës, mos vazhdojmë me atë. Ajo zonë, me ato resurse që ka, me fondi pjor, me kullosor, dhe me liqenjët natyrore, dhe me rrugët, që do vazhdojë, si që kam dëgjuar që rruga nga Ploptishti deri në Bishticë, të asfaltohet, ai do të bëhet një pikë, një atraksion mirë se Voskopoj e Korçës se Darkës. Me vajtjen e rrugës, me sistemimin e rrugës, edhe njerëzit vetë do të interesohen për të vajtjen. Qoftë për klimën, për ujin, edhe unë që jam vetë vendali për lindur në Bishtit, dhe unë kam shtëpitë e mia atje, po të prishura. Dhe unë mendoj që do ketë ndërrregullohet infrastruktura, pse mos vetë ta rregulloj edhe unë në shtëpi që kam atje. Dhe pse jo ta përshtatësh Dhe ta përdor. Bishnica e establishmentit të sharrave dhe përpunimit të drurit të ra, fshati u braktis, por tashmë një faqe e re po hapet për zonën dhe banorët e saj. Turizmi malor ka nisur të marrjet. Gjithmonë e më tepër, interesi i vendasve dhe të huajve po shtohet për të vizituar Mokrën dhe destinacionet e saj turistike, me vlera natyrore, historike, por edhe arkeologjike.
Bishnica duket se është më e përkëdhelura, asaj nuk I mungojnë turistët vendas edhe të huaj. Kjo fal bukurisë që ka. Liçenet e Lukovës janë magneti I viteve të fundit për këto. Liçenet e Lukovës ndodhen në pjesën jugperëndimore të Pogradecit, në kufi me Gramshin. Të dy liçenet prallore të Lukovës kanë sipërfaqe rreth 10 hektar dhe janë me origjinë akullnajore. Liçeni më I madh është 1851 metra mbi nivelin e detit, ndërsa më I vogli 1795 mbi nivelin e detit. Ata rrethohen nga një kruar pyjesh të përzier, ahu dhe bredhi, me lartësi deri në 22 metra dhe me diametër të trungut 30 cm. Mokra ka disa destinacione mjaft interesante për të apasionuarit pas natyrës, të ecjeve dhe sportit hiking. Duke ndjekur shtegun drejt liçeneve të Lukovës, gjatë rrugës ka prenjë që zbresin nga mali, të cilat janë burime me ujë të ftohtë. Gjithashtu, ka edhe disa zona të tjera ku mund të ndalesh, si ura e Kolikut, gjurmët e vjetra të rrugës Egnatia e shekullit të 18, apo varret I lirë të Selcës, që janë unikale në llojin e tyre dhe I përkasin shekullit të 4 të 3 para Krishtit. Liçenet me bukuri mahnitse të Lukovës mbeten një destinacion shumë tërheqës dhe njëkohësisht çlodhës. Së fundmi, nisja e punimeve për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës nga Proptishti drejt Bishnicës tregon se zona ka një faqe të ndritur përpara në sektorin e agroturizmit. Për sa I përket zonave malore të Mokrës, ato kanë një potencial shumë të madh të zhvillimit të turizmit, kryesisht të turizmit malor, por edhe ekoturizmit. Bishnica është një nga zonat më të frekuentuara për sa I përket turizmit malor. Ky fshat I cili njihet edhe në periudhën e komunizmit, pasi ka qenë edhe një qendër e rëndësishme e sharrave në atë periudhë. Vitet e fundit është kthyer në një destinacion kryesisht të turizmit malor. Ofron mjaft bukuri për sa I përket natyrës, sepse këtu kemi të bëjmë edhe me 2 liçene, të cilët janë monument natyre I kategorisë parë. Këto liçene a janë një nga të pak të tërheqjet kryesore për gjatë viteve të fundit për vendasit dhe të huajt? Sigurisht janë, sepse duke patur parasysh edhe promovimin që ne u kemi bërë këtyre liçene, pra tur operatorët, por edhe media të ndryshme, kanë thithur sa më shumë turistë vendas edhe të huaj. Kryesisht, kush janë njerëzit e cilët e vizitojnë? Janë të gjitha moshat, pasi edhe për sa I përket arritjes në këto liçene dhe infrastrukturës mund të frekuentohen nga të gjitha moshat, por do të kemi parasysh që në disa shtigje malore të cilët janë markuar kohët e fundit, janë për një kategori të ndryshme njerëzish, sepse do të kemi parasysh edhe nivelin e vështirësisë, janë niveli mbi mesatar. A ka të huaj? Ka të huaj, frekuentohet kryesisht nga të huajt, janë kryesisht turistë gjerman, të cilët e frekuentojnë shumë zonën e Mokrës, por e turistë çek ose polak që frekuentojnë zonat malore të Shqipërisë. Përse vizitojnë të huajt? Mbase për shkak ndonjëherë mungesës së infrastrukturës, edhe që ata e duan natyrën që mungon. Vitet e fundit ka një interes shumë të madh për turizmin natyror, por edhe historik. Por besoj që frekuentimi shumë I madh nga të huajt I këtyre zonave pikërisht sepse një pjesë e mirë e tyre ka mbetur si zona të virgjëra, për sa I përket natyrës, dhe kjo ka bërë që interesi të jetë mjaft I madh I turistëve të huaj. Pra janë turistë kryesisht të natyrës dhe të ekoturizmit, që duan kryesisht një peizazh ashtu siç është, domethënë I paprekur. Ardha në këto zona funksionon nëpërmjet guidave? Nëpërmjet guidave, tur operatorëve, jo vetëm lokal por edhe kombëtar, të cilët organizojnë guida të ndryshme ose ture, por një ditore ose 2 ditore, pasi kjo zonë nuk është se ka dhe shumë kapacitete akomoduese. Ka një perspektivë shumë të mirë, sepse thash është një zonë, sidomos zonë e Mokrës, por edhe e Gorës, është një zonë e cila pret të eksplorohet, të zbulohet. Dhe duke pritur të zbulohet, ka shumë mundësi për zhvillimin e një turizmi, I cili do jetë një turizëm I qëndrueshëm dhe shumë misor me natyrën. A ka nisur ngritja e hapësirave për turizëm familjar? Po, është sporadik, por ka nisur. Një pjesë e mirë e shtëpive, sidomos shtëpive tradicionale, janë kthyer në bujtina, në përgjithësi administrative të ndryshme të cilat janë afër zonave turistike, por edhe bujtina të cilat po u përgjigjen kapacitetit ose po u përgjigjen kapacitetit të vizitorëve në këto zona. Se thash, rritja e vizitorëve do sjellë dhe rritjen e njësive akomoduese. Ndërkohë, e fundit,
Përse duhet që një vendas shqiptar apo sigurisht dhe një huaj ta vizitojë Mokrën? Cilat janë disa prej atyre specifikave që e bëjnë të veçantë? Siç e thash edhe në fillim, Mokra ka një potencial shumë të madh jo vetëm turizmit natyror, por edhe të turizmit historik, por edhe turizmit arkeologjik ose turizmit e cila lidhet me sitet arkeologjike. Sepse është një zonë historike, është një zonë etnokulturore, e cila mund të përmendim disa nga atraksionet mjaft të rëndësishme, siç janë varret monumentale të Selcët poshme, unikale në llojin e tyre, ura e Golikut, kanjoni i Lëngës, i cili është monument natyre, po ashtu manastiri Shën Marenës, Guri Kamjes në zonën e Gorës dhe shumë atraksione të tjera të cilat presin të zbulohen dhe të promovohen. Atëherë unë kam disa vite që po merrem me aktivitetin e guidave, kam rreth 3 vite dhe shikoj që vitet e fundit vërehet një interes në rritje, qoftë nga turistët e vendas apo dhe të huaj, për të vizituar destinacionet natyrore të Pogradesit. Por liçenet e Lukovës janë më të preferuarit, pasi është një destinacion mjaft i bukur dhe i tërheq shumë vizitorët. Me çfarë pjesë turistike kemi të bëjmë këtu? Më jep një shpjegim për liçenet. Atëherë këtu jemi në liçenin e madh i Lukovës, i cili ndodhet 1851 metra mbi nivel e detit. Liçeni i vogël ishte pak më poshtë, është 1701 metra mbi nivel e detit. Të dy liçenet kanë statusin e monumentit natyrës, kategoria e tretë e zonave të mbrojtura, të cilat mbrohen me liç. Siç e shikoni, gjithë pellgu i liçeneve është i mbuluar apo i rrethuar me një kuror pyesh, kryesisht të përbërë nga au, dhe drur të veçantë rrobulli dhe brevi. Sipërfaqja e dy liçeneve është rreth 10 hektar, liçeni i vogël një sipërfaqe për rreth 3.7 hektar dhe liçeni i madh 6.8 hektar. Kryesisht pjesa më e madhe e turistëve janë vendas, pasi ne ushtrojmë aktivitet gjatë gjithë vitit dhe në stilin e dimrit, e vizitojmë liçenin e Lukovës, por nuk mungojnë dhe turistë të huaj, duke përfshirë turistë amerikan, gjerman, francez, pra pothuajse nga gjithë vendet e botës ka interes për të vizituar natyrën e rrethit Pogradesit. Mokra, përveç natyrës, sigurisht kemi mjaft atraksione kulturore, duke filluar me urën e Golikut, varret e Selcës, urën e Terziut, që janë pjesë le të themi e Mokrës së poshtme, por mos harrojmë kemi mjaft atraksione interesante në Mokrën e sipërme, duke përfshirë Lëngën, manastirin e Shën Marenës, fshatin e Potkozhanit, e Velanit me kishtat e tyre karakteristike, kemi kanjonin e Lëngës. Pra Mokra ka një mix le të themi atraksionesh, natyrë dhe kulturë. Periudha që vizitohet më shumë Mokra është pikërisht kjo, fundi praverës dhe fillimi i verës. Pra janë zakonisht turistë që vizitojnë qytetin e Pogradesit dhe pjesën e bregut liçenit, të cilët duan të shkëputen nga kjo pjesë dhe për të zgjatur qëndrimin e tyre me një ditë apo 2 ditë më shumë, vizitojnë zonat e thella, siç është dhe zona e Mokrës. Shpresojmë shumë që edhe me bërjen e rrugës, pasi siç dihet ka filluar dhe rruga që lidh fshatin Slabinj me rrugën Çukës-Qaflloç dhe më pas nga Slabinja në fshatin Bishnic, siç e pam dhe vetë punimet kanë nisur. Me përfundimin e këtyre rrugëve shpresojmë që dhe banorët vendas apo le të themi emigrantët e shumë që janë larguar nga zona e Mokrës të rikthehen, të investojnë në shtëpitë e tyre duke kthyer në bujtina apo në njësi shërbimi për të mirëpritur turistët e parë, pasi le të themi në Mokrë mungojnë baret apo restorantet e mirëfillta për pritje turistësh. Aktualisht ka një tentativë për të ofruar një shërbim të tillë me bujtina mbase jo shumë komode, por a ka një lloj shërbimi? Siç e pam sot, në fshatin Bishnic ka nisur bujtinat e para, 2-3 në fshat. Mendohet kemi dhe në liçenin e vogël një njësi turistike, e cila do të shërbej për pritjet e turistëve me bujtina dhe restorant. Pra kemi le të themi ato dallandyshet e para për pritjet e turistëve në Mokrë. Tashmë kërkesa e lartë për të vizituar Mokrën, Bishnicën, Lukovën ka bërë që edhe instituciona ndërkombëtare të tregojnë vëmendje. Giz Albania ka financuar markimin e shtegut Bishnic, liçenet e Lukovës, çfarë ka bërë që nga i gjithë rajoni, por dhe qytetet e tjera të vendit tashmë t'i drejtohen zonës, qoftë edhe pa pasur një guid me veta. Falë mbështetjes së Gizit, ne si Discover Pogradec kemi aplikuar një projektin e markimit të shtegut nga fshati Bishnic për në liçenet e Lukovës, i cili është një shteg rreth 8 km i gjatë. Falë mbështetjes së tyre, tashmë shtegu është i pastruar, i shënjuar me shenja le të themi horizontale, sipas standardit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, që është e kuqe, e bardhë dhe kuqe, dhe janë vendosur tabela sinjalizuese gjatë gjithë shtegut, në mënyrë që grupet e ndryshme turistike, qofshin këta vendase apo të shoqëruara nga guidat, të ndjekë këto shtigje pa praninë e një guide lokale, le të themi.
Ndërkohë, sa i përket shtigjeve tjera që ka kjo pjesa, janë të markuara dhe do duhet markohen në mënyrë që të bëhen më të aksesueshme për vizitorët? Ky është shtegu i parë i shënuar në zonën e Mokës, shtegu Bishnis Liçeni dhe Lukovës. Le të shpresojmë që mos jetë i fundit, pasi ka mjaft atraksione të tjera. Këtu mbrapa nesh kemi, le të themi, Gurin e Zi, i cili është dhe ky një destinacion i preferuar dhe i vizituar nga turistët. Këtu shumë afër kemi Gurin e Topit, kemi Valamarën, pra ka mjaft shtigje që ka nevojë për të markuar dhe për të shënuar. Çfarë niveli janë shtigjet që në përgjithësi zona e Mokrës ka një nivel, le të themi, mesatar vështirësie, nuk është se kemi të bëjmë me majat të thepisura që shfaqen rrezikshmëri, por kanë nivel mesatar, të cilët mund të bëhen nga çdo, le të themi, grup turistësh që janë marrë më parë me këtë lloj aktiviteti me hiking. Krahas infrastrukturës, Mokra ka dhe një sfidë që duhet realizuar nga banorët, njësitë e shërbimit, bujtinat, baxhot për prodhimin dhe shitjen e produkteve të zonës, prodhime të fshatit të cilat janë aq të pëlqyera për çdo që vjen nga qyteti. Këto vitet e fundit kemi një zhvillim tepër të avancuar me pjesë të turistëve, të huaj, vendas dhe nga rrethet e Shqipërisë. Kryesisht huajt që vinë nga të huajt zakonisht gjerman, francez, holandez. Çfarë vizitojnë këtu? Monumentet natyrore, liçenet e Lukovës, Gurin e Zi ose ndryshe siç e quajnë banorët e vendit Maja e Gjemsit, ka mungesën e bujtinave. Zakonisht kërkohet shumë bujtinat nga turistët. Ka ndërmend dikush të investoj? Po, me sa kemi dëgjuar, po, ka disa kërkesa që mund të investohen në bujtina. Ka një lajm të mirë në këtë moment që është duke u bërë rruga. Po, kemi një zhvillim të rrugës, sapo ka filluar. Dhe me këtë investim shpresojmë të japim një zhvillim më të madh Mokrës, zonën e Mokrës. Ta zbulojmë akoma më shumë. Patjetër, në zonën e Lukovës me këto pyje, me këto peizazhe, është era e tretë dhe më shumë do të vim në Lukovë për ta parë si vende për të shklodhur, për të relaksuar. Besoj çdo vit vini me njerëz të ndryshëm. Patjetër. Pothuajse çdo herë vim me grupe të ndryshme, me individë të ndryshëm, dhe tashmë që shtegu i ri është markuar, çdo kush mund të vijë dhe vet me familjen, me miqtë e tij. Shtegu është lehtësisht identifikueshëm dhe nuk ka nevojë as për kujdes për një gjë, mjafton të ketë dëshirën për të ecur në natyrë. Çfarë duhet zonës? Shtesë, besoj njësitë e shërbimit, sepse ka njerëz duan të hanë. Po. Është era e tretë si që vim dhe ka filluar diçka me rrugën, me sa po kuptoj kur erdhëm sot. Do ishte e mirë që rruga të bëhej të arrinte deri në Bishnicë. Bishnica ka një peizazh dhe është një fshat vërtet fantastik. Madje kur po udhëtonim grupi po thoshte duket tamam si në Zvicër, është vërtet një fshat shumë i bukur. Pra infrastruktura është e para, e dyta duhet të jetë të fillojnë shërbimet, duke thënë nga hotelerit, nga restorantet, baret, të cilat të ofrojnë ushqime tradicionale të zonës, e theksoj ushqime tradicionale të zonës dhe asgjë tjetër. Është shumë e rëndësishme që Mokra dhe Bishnica ku ne ndodhemi, liçeni i Lukovës, të tregojnë vetveten, dhe po tregojnë vetveten janë super. Unë vi nga Fieri dhe bëj shpesh udhëtime të tilla sepse më pëlqen goxha natyra. Ishte hera e parë që vi në Pogradec dhe në zonën e Mokrës për hiking dhe impresionet janë shumë të mira sepse jo vetëm klima, uji, burimet, por edhe bimësia shumë ngjyrshe, lulet dhe në fund qershia mitort ishin liçenet këtu që ishin fantastike. Ju morët guximin dhe ulat? Dhe ulan, po. Ishte ftohtë? Jo, nuk ishte ftohtë, prisni më ftohtë. Ishte pothuajse si deti në këtë periudhë. Do t'u sugjeroni të tjerëve? Absolutisht po. Faleminderit. Të juaj. Matias. Nga je? Nga Kosha. Sa vjeç? 9. Ishte udhëtimi jot i parë kështu në male? Ja. Udhëton gjithmonë? Jo, gjithmonë. Por disa herë ke udhëtuar? Po. Ishte lodhshme për ty? Ja. Si të duk vendi këtu? Shumë i bukur. Me kë udhëton zakonisht? Me Kosha Alpine. Dhe me familjar, me mamën, me babën? Një kapitull i ri ka nisur për Mokrën dhe Bishnicën. Promovimi i destinacioneve po zgjerohet gjithmonë më tepër. Institucionet po lëvizin për shërbime bazike, rruga po investohet. Edhe kryeministri i vendit ka treguar vëmendje në promovimin e Lukovës. Tashmë mbetet vetëm të presim ringritjen e shkëlqimit të Bishnicës, të bukurës së Mokrës.